هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allah në falenderoj për këtij falë dhe ndihmë kërkoj, dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Nëse marrim meditojmë veten tonë dhe i meditojmë ata që i kemi përreth, kemi për me pas se një numër i madh i adhurimeve tona janë shndërruar në traditë. Do thotë, nëse marrim si shembull namazin, nganjëherë ndodh do thotë që dëvimi më vonë edhe të hyjmë do thotë namaz, të lidhemi pas imamit, bimi në ruku, bimi në sejdë së bashku me imamin, dhe pasi që e kryjmë do thotë namazin, e shohim se në veten tonë nuk ngjejmë asgjë. Do thotë nuk ka asnjë lloj ndryshimi në zemrën tonë. Pra namazin të cilin ne e falmi nuk i prek zemrat tona. Dhe atë namaz të cilin ne e falmi do thotë është ndërruar në traditë, prej adhurimit në traditë. Po ashtu nëse e marrmi agjërimin, vjen muaji i Ramazanit, agjerojmë, hajmë iftar, hajmë sefir, 30 ditë të rreshtazi. Pas një muaji e shohmi se kemi dalë prej Ramazanit, ashtu njëjtë sikur që kemi hyrë do thotë në Ramazan. Nëse marrim shembull haxhin, njeriu është shumë euforik, edhe ka mundësi do thotë që për euforisë së madhe ku shkon fillim në Mekë, ti kryen do thotë ritet edhe të kape për ritet e Allahut atje, dhe mos intereson do thotë diçka tjetër jashtë zbatimit të urdhave të Allahut azza xhel. Mirë po, nëse ndodh pasi që i kryen do thotë ato ritje, apo Allahu ja mundson që të shkon edhe disa herë më vonë, kemi për me pas aty më vonë do të interesojnë më shumë ndërtesat që i ka Mekja përreth, sesa do të thonë ritet që i ka detyruar Allahu azza xhel që ti zbaton edhe të nxjerrën në vepra ato. Ka prej rasteve kur e shohim njëri musliman e ashka për Islam. Mirë po Islami i tij nuk është për arsye se do Allahu azza xhel. Islami i tij është për arsye se i ka pas disa prej shokëve të cilët nuk dëgjojnë muzikë, po dëgjojnë ilahia, i ka pas se disa prej tyre shkojnë në xhami, edhe shohin se kanë ndryshuar për të mirë. Dhe kur i shohin ata, thonë se edhe ne të bëhemi sikur se ata, dhe rrinë me ata, falen me ata, dhe ndoshta edhe kapen për Islam haptazi sikur se ata. Mirë po pas një periudhe kemi për me i pa do thotë se sprova më e vogël e cila del përballa, ata ndryshojnë. Fortunat më të vogla që i dalin ballë atyre, ata fillojnë që ndryshojnë. Islami i tyre domethënë fillon që ndryshon. Kjo për arsye se ky njeri do thotë Islamin e ka marrë si imitim, e jo për hir se e ka dashur Zotin e tij. Sepse ai njeri i cili don Allahun azza xhel padyshim se nuk ka mundësi që edhe nëse i dalin gjithë ato sprova përballë ta lë fen Allahu azza xhel, asesi. Mirë po nëse kapet për Islam si imitim dhe tenton dhe shkon pas qerve do thotë për arsye se tjetri është bërë i tillë, atëherë ka mundësi do thotë shumë lehtë që ai njeri do thotë më vonë që të dështon. E për ta përmirësuar ne Islamin ton, për të përmirësuar ne adhurimet e tona, për ta përmirësuar ne rrugtimin ton drejt Allahut azza xhel, patjetër duhet fillimisht ta dimi se çfarë do thotë ta duash ti Allahun azza xhel. Çfarë do thotë që ti Allahu ose cilat janë ato shenja që Allahu e do robën e vet, dhe cilat janë ato mjete që ta mundsojnë që ti të arrish deri tek dashuria ndaj Allahut azza xhel. E nëse besimtari i kupton këto gjëra, atëherë me lejen e Allahut do t'i përmirësohet Islami i tij dhe do t'i përmirësohet me lejen e Allahut edhe rrugtimi i tij drejt Allahut azza xhel. Kjo me lejen e Allahut do të jetë tema jon për dashurinë e Allahut dhe mënyra se si të arrimi deri tek ajo. Fillimisht kur kanë folë dietar për dashurinë e kanë thënë se dashuria nuk ka mundësi që të definohet. Dashuria ka shumë sinonime. Edhe ulemat zakonisht kur e kanë definuar ose në përgjithësi njerëzit kur e definojnë dashurinë, e definojnë sipas sinonimeve që i ka dashuria, ose sipas gjurmëve të cilat i jep dashuria. Mirë po nëse dashuria do thotë është një ndjenjë e cila gjendet brenda zemrës, dhe ajo shumë rand do thotë që definohet me një definicion. Kur flet Ibnul Qayyim për dashurinë ndaj Allahut azza xhel, Ibnul Qayyim flet shumë tepër, mirë po ndër fjalët as i cek Ibnul Qayyim thotë se dashuria për Allahun thotë shpirti i imanit dhe shpirti i veprave. Nëse në zemër nuk ka dashuri ndaj Allahut, atëherë veprat të cilën ti e bën, i shëmballen një trup i cili në ten nuk ka do të thotë
shpirt, sepse adhurimi të cilën ti ban thjesht është një adhurim pa shpirt. Po ashtu te Ibnul Qayyim thotë se dashuria ndaj Allahut thotë është pozita ku te garojnë ata që dëshirojnë që të garojnë për Mesi. Dashuria ndaj Allahut thotë është ushqimi i trupit dhe ushqimi i zemrës dhe ushqimi i shpirtit. Dhe thotë Ibnul Qayyim dashuria për Allahun thotë është jetë, dhe ai i cili privohet thotë nga ajo vetëm se llogaritet në mesin e vdekurve. Thotë dashuria thotë ndaj Allahut është dritë, dhe ai njeriu i cili nuk e posedon atë thotë jeton në detin e errësirave. Dashuria ndaj Allahut thotë është shërim, dhe ai njeriu i cili nuk e ka në zemrën e tij ai njeriu shumë është lehtë që të preket nga smundjet e ndryshme. Thotë dashuria ndaj Allahut thotë është kënaqësi, dhe ai njeriu i cili nuk e posedon atë thotë shumë është lehtë që të preket nga mërzia, nga pikëllimi dhe nga dëshpërimi. Thotë dashuria ndaj Allahut thotë është një gradë, të cilën nuk ka mundësi ndonjë vepër tjetër t'ia mundson robit që të arrijë deri tek ajo. Dhe për dashurinë e Allahut azhajal, Allahu zbriti libër. Pra Allahu zbriti librin e tij për hir dashurisë ndaj tij, me qëllim që të jetë udhërthyes për robën se si të shkon deri tek ajo dhe ta njohë Zotin e tij dhe ta doje Allahun azhajal. Prandaj edhe Allahu azhajal dashurinë ndaj tij e veçoi dhe e bëri që të jetë ajo esenca, baza në zemrën e besimtarit. Dhe se besimtari atë du që të adhuron dhe mos i përshkruaj atij shirk. Kurse gjithë ata që i përshkruajtën atij ortak, Allah ju kërcënua ashpër. Dhe Allah subhanahu na mësoi dhe na tha se wa minan nasi men yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Tha se ka për njerëzve të cilat i marrin disa zotra jashtë Allahut azhajal, dhe ata i duan sikurse duhet Allahu azhajal. Mirë po thot Allahu walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Kurse ata që e duan Allahun, ata e duan edhe më tepër shumë Allahun azhajal se sa ata tjerë. Do thotë që me këtë Allah azhajal na bëri me dije se dashuria ndaj Allahut pas ka pesh, pas ka vlerë, dhe dashuria ndaj Allahut qenë ka e madhe. Dhe nëse robi e do Allahun azhajal dhe i zbaton urdhat e tij, a ka mundësi që Allah azhajal mos ta dojë robin e tij? Asesi. Nëse robi është i sinqert me Zotin e tij, dhe nëse robi i zbaton urdhat e tij, a ka mundësi që Allah ta largojë nga rahmeti i tij? Nuk ka mundësi. Përveç se nëse meriton me ndonjë dëshkim ta cilën e ban ai vet. Mirë po në esencë, është problemi se plot për njerëzve pretendojnë se e dojnë Allahun. Dhe ti kur i pyet ata se a e do Allahun, thotë e du. Mirë po kur e shef do thotë në esencë në veprat e tij, e shef se ai njeri nuk i zbaton urdhat e Allahut. E si ka mundësi që atë njeri ta dojë Allahun? Dhe si ka mundësi që ai njeri ta don Allahun? Dashuria e tij është dashuri e rrejshme. Dhe kur Allah e do robin e vet, Allahu jep shenja. Allahu i çon disa shenja ku na ban me dije se Allah e do robën e tij. Kjo neve na intereson, sa na don neve Allahu azhajal. Shumë më shlet me pretendu se ti e do Allahun. Secili ka mundësi me thon unë e du Allahun. Mirë pa shpërblimi se neve ana don Allahun. E kur na don Allahu, padyshim se gjendja jon do të përmirësohet. Mirë po pasi që ne shohim se gjendja jon nuk po përmirësohet. Dhe në vazhdimsi ne po esim në atë rrugë ku kemi qenë merat. Kjo do thotë se ne kemi problem, edhe në pikpyetja është dashuria Allahut ndaj neve. Andaj për me ditë se Allahu a do apo jo, ti dëgjojmë disa prej shenjave, të cilat i kanë cek ulemat se kur Allah do robin e vet. Fillimisht një prej shenjave që e kanë cek ulemat është se kur Allah do robin e tij, Allahu e ruan nga dunjoja. Do thotë kur Allahu e do një rob të tij, Allahu nuk e lejon atë person që të devijon. Allahu nuk e lejon atë person që të humbet. Allahu nuk e lejon që ai person të zhytet në dunjë. Gjitha fitnet e dunjos, provat e dunjos, të cilat i dalin atij përpara, Allah azhajal e ruan që mos të bien to. E cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith dhe thot se kur Allahu e do robin e tij, Allahu e ruan robin e vet, sikur sa ata njerëzit ku janë përreth të sëmurit, edhe i rrin afër kokës së tij dhe nuk ja lejojnë që të pije ujë apo ta preke uji atë. Nganjëherë ndodh që uji e dëmton të sëmurin, ose pirja e tepërt e ujit e dëmton të sëmurin, ose prekja e ujit të trupit të tij e dëmton do thotë të sëmurin. E njerëzit i rrin afër që mos ta preke uji do thotë të sëmurin, ose i sëmuri mos shkon do thotë pas ujit. E thot Allahu subhanahu, do thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë se Allahu e ruan robën e tij. E ruan ashtu siç i dalin do thotë për rreth njerëzit dhe e ruajnë ata të sëmur që mos ta preke do thotë uji dhe mos dëmtohet do thotë ai. Por kur Allah e do robën e tij, do thotë që Allahu e ruan atë. Kjo është e parë. Shenjë tjetër janë sprovat. Allahu kur e do një rob, Allahu e sprovon. Edhe atë sprovon në vazhdimsi. E sprovon në trupin e tij, e sprovon në shëndetin e tij, e sprovon në familjen e tij,
e sprovon në pasurinë e tij, e sprovon në baktinë e tij, e sprovon në fëmijët e tij, e sprovon në diçka ku ati i dhem dhe i djeg, sepse nëse vjen një sprovë lehtë, tek ai nuk le gjurmë, mirë po kur e prek më shumë, edhe i djegët zemra, atëre shihet sabri i tij. E Allah subhanahu kur e do robin e tij, Allahu do thot e sprovon. Allahu e ka caktuar aty një grad të lartë xhenetin e tij. Atë grad nuk ka mundësi që të arrijë nëpërmjet namazit. Nuk ka mundësi që të arrijë nëpërmjet adhurimeve tjera. Nuk ka mundësi që të arrijë nëpërmjet lëmoshës, haxhit. E gjitha ato adhurime që i bën. E Allah subhanahu për t'ia ngrit gradën atij, Allahu e sprovon do thot atë në vazhdimsi. Derisa i keni po gjethet kur bie do thot gjatstinës së vjeshtës, prej pemë. A e keni po si bie do thot gjeth pas gjethi. Ashtu i bien edhe mëkatet të robit, derisa nuk mbetet në trupin e tij asnjë mëkat. Dhe me këtë do thot Allahu dëshiron që atë rob ta pastron nga gjuna dhe nga mëkatet që i ka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se madhështia e shpërblimit vije sipas madhështimit të sprovës. Kur Allahu e do një popull, Allahu e sprovon atë. Nëse ata janë të kënaqur me Allahun dhe me caktimin e tij, atëri ju takon kënaqësia e Allahut. Nëse ata janë të hidhëruar me Allahun dhe me atë sprovë që u dërgoi Allahu, atëri u takon hidhrimi i Allahut azza xhel. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një ditë tjetër se imani do të thot kur na bën me dije pejgamberi Allahut se njeriu sprovohet sipas imanit të tij. Mos mendojnë do kush se Allah e sprovon me diçka jashtë mundësive të tij. La yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e mundon askëj për të mundësive të tij. Asesi, Allahu nuk i bën padrejti askujt. Prandaj kur sprovon Allahu dije se ti ke mundësi me bardhë as provë. Andaj edhe ankesat e tua, të cilat ti ankohesh se Allah pse ty të zgjodhi dhe pse ty po të sprovon. Këto janë ankesa të cilat nuk duhet që do thot pjesë e besimtarit, pjesë e jetës së tij, sepse besimtari e di shumë mirë se Allah kur e sprovon, Allahu ka përgatitur diçka për të dhe sprovon e tij ka padyshim urtësi. Thot pejgamberi sallallahu kur e pyetën se kush provohet më shumë, i tha pejgamberi sallallahu i tha se pejgamberët e Allahut janë ata që sprovojnë më së shumti. Pastaj tha pejgamberi Allahut ata që vinë pas tyre me iman dhe ata që vinë pas tyre me iman, derisa thot pejgamberi Allahut se njeriu sprovohet sipas imanit të tij. Dhe tha pejgamberi Allahut se sa më i fortë të jetë feja tek ai, aq më e fortë do të jetë sprova e tij. Sa më e lehtë është feja tek ai, aq më e lehtë do të jetë do thot sprova tek ai. Dhe thot pejgamberi Allahut se njeriu vazhdon që të sprovohet derisa të vijë koha që njeriu do thot të hecë nëpër tokë dhe më mos të ketë asnjë gjuna apo asnjë mëkat. Allah subhanahu thot wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wan-naqsi min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiri sabirin. Thot se ne do të sprovojmë juve thot me frikë apo me uri apo me dëmtimin e pasurisë apo me shpirt, do thot me marrjen e shpirtit, apo do thot me të lashtave dhe përgëzoj besimtar dhe përgëzoj durimtar. Kush janë ata? Thot Allah subhanahu wa ta'ala alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kur Allah i godet me një sprov, me një musibet, ata nuk thojnë pse une, pse filani jo, pse ai është më i keq, ai është mëkatar, ai është gjunaqar, ai nuk falet, ai është kështu. Pse ai mos provohet, pse une? Unë jam i mirë, unë falem. Pse mu më zgjodhi Allahu? Pse mu kështu po më dënon Allahu? Besimtari nuk thot kështu. Dhe kjo nuk është motoja e besimtarit. Motoja e besimtarit në jetën e tij duhet që jetë kjo. Ne jemi te Allahu dhe tek ai kemi për me u kthy. Dhe çdo sprovë e cila privon ose çdo sprovë e cila e bie atij, besimtari duhet që ta ketë ndërmend këtë fjalë gjithmonë në vazhdimsi dhe thot se ne jemi te Allahu dhe tek Allahu kemi për me u kthy. Sepse çdo gjë që ne posedojmë, kujt është? E Allahu ta zgjel. Dhe Allahu kur ta merr një gjë do thotë që Allahu e di se pse dhe ti nuk ke drejta për me u anku. Trupi jot, shëndeti jot, pasuria jote, fëmijët e tu, gruaja jote, burri jot, motra jot, gjitha që i shef, edhe çka i posedon, ato janë të Allahut. Dhe Allahu ti ka dhënë, dhe Allahu kur do t'i merr. Prandaj nëse ndodh që Allahu t'i merr, atëre ke për me thonë se ne jemi të Allahut dhe tek Allahu kemi për me u kthy. E njëjta është edhe këtu, kur Allahu të sprovon dhe të godet me diçka, e jo që mbetet që thuar se ne jemi të Allahut dhe tek Allahu kemi për me u kthy. E nëse ti e thu një gjë të tillë dhe bën durim dhe nuk ankohesh nga sprova, thot Allah subhanahu thot ulaike aleihim salawatu min rabbihim wa rahme.
Thot se Allah si është problem atyre që ju jep. Thot ju jep bekimet e Allahut dhe mëshira e Allahut. Dhe thot pikrisht ata janë thot të udhëzuarit. Do thot se këta njerëzi, të cilët janë të tillë, ata janë të udhëzuarit. E nëse nuk i përmbush këto kriteri, do thot që ti ke problem, do thot në çështjen e imanit tënd. Një rast, do shë e keni dëgjuar më herët, e kemi cek për me sqaruar më mirë këtë çështje. Ku cekët do thot nga gjurmët e të parëve tonë, ku cekët për një dietar i cili ka jetuar në mesin e bijve të Izraelit. Dhe Allah subhanahu do thot ja merr gruan e tij, të cilën e donte tepër, dhe nga mërzia e madhe të cilën e kishte, mërzi të tepër dhe ndërpret do thot ligjëratat e tij. Përhapet lajmi në qytet se dietari filani kanë ndërprer ligjëratat dhe njerëzit do thot kanë qenë nevojtar për te për diturinë e tij. Dhe dëgjon një grua dhe dëshiron do thot që të shkon, i ka ardhur keq për gjendjen e tij dhe për gjendjen e umetit përgjithësi në kohë, dhe shkon tek ai dietar dhe dëshiron ta takon dhe ta pyesë ku është problemi, ku qëndron problemi, sepse i ka ndërprer. Sidoqoftë, shkon një herë te dera, nuk e lën çotin. Hera dytë, hera tretë, dikur i thot personi i cili ka qenë thot një prej nxënësve të atij hoxhe të asaj periudhe, mendon se ka ndonjë pyetje do thot e cila është shumë me rëndësi. Pasi që vjen në vazhdimsi dhe dëshiron që me taku do thot hoxhën. Edhe e lejon hym brenda, pasi që i brenda do thot e fillon që ta pyesë thot dietarin dhe thot çfarë është pyetja? I thot që unë e kam marrë ari prej kumshikësime, prej fëmijës time, edhe e kam marrë si huazim, do thot e kam marrë për me përdor për një orë, 2 orë apo 1 ditë 2, thot tash ka ardhe po e kërkon prej meje. Çka më bëm, ja dhon apo mos më dhon? E i thot dietari i thot pa për këtë pyetje thot, që sa ditë thot rresht as i thot dëshiron që mall me pyet. Kjo shpytje e lehtë, ari nuk është i joti. Pasi që nuk është i joti, duhet të marr me kthi. E po i thot mirë, pasi që ti mua po më thua, sa e mua ma ka dhon arin, dhe unë duhet asaj për mja kthi arin. Pse u mërzit e ti kur Allahu ta mori gruan tënde? Kur Allahu ta dha atë grua, dhe Allahu ta mori atë grua. Pse tash po mërzitesh? Ajo nuk ka qenë e jotja. Allahu ta ka dhënë për një periudhë. Që ti të jetosh me ta, bashkëjetosh me ta, ndjesh dashuri ndaj saj, të lindë fëmijë kështu me radhë. Edhe Allahu ta ka marr. Ajo ka qenë robi i vet, dhe Allahu kur do e merr robin e vet. Dhe kjo ra sebeb që ai dietar të vet disot. Edhe pse ai dinte këto gjëra mirë po këshilla padyshim se ban dobi. E kurash me sinqeritet, edhe e prek edhe zemrën e njeriut. E kështu ndryshoi edhe pikpamja e tij. Do thotë që Allahu kur e do robin e tij, Allahu do thotë në vazhdimsi do thotë e sprovon. Edhe kjo është një prej shenjave se Allahu do thotë e do robin e vet. Shenjë tjetër do thotë që Allahu e do robin e tij është pranimi i tij në tokë, do thotë që ai njeri të cilën e do Allahu subhanahu do thotë Allahu i ngrit emrin e tij. Allahu e bën do thotë që çdo kush ta njohat, çdo kush ta doj atë. Nuk ka njeri në tokë i cili e takon atë person vetëm se e don. Pse e don? Sepse Allahu e ka dashur. Kur e do Allahu, atë jep urdhër melekëve, Xhibrilit, që ta dojnë atë person. Pastaj prej qiellit dashuria për atë njerëz zbret edhe në tokë. Çeka për një kohën e tabinëve, një prej tabinëve i biri vet e po Omer ibn Abdulazizin, i cili kishte pasur përgjegjësinë për njerëzit, përgjegjësi njerëzve, udhëheci njerëzve. E po Omer ibn Abdulazizin dhe i tha babës vet. Tha Allahu tha po e doj ka tha Omerin. E i tha prindi vet tha pse? Tha ku e po tha birim? Tha e po është se kur Allahu tha e do tha një njeri, tha atëherë tha dhe njerëzit tha e doj tha njeri. E i tha baba i vet tha po birim, tha është e vërtet se Allahu e do këtë njeri. Dhe pastaj ja ceki hadithin e pejgamberit Allahu azza xhel ku thotë se Allahu kur e do një njeri atëherë Allahu azza xhel e thret Xhibrilin dhe i thotë o Xhibril, duaje këtë njeri. Edhe atëherë Xhibrili e do këtë njeri. Dhe i thret Xhibrili në mesin e banorëve të qiejve dhe thotë o ju banorët e qiejve, duan e këtë njeri sepse Allahu pe do këtë njeri. Edhe atëherë pasi që e dojnë banorët e qiejve, atëherë zbret dashuria për te edhe në tokë. Edhe nuk ka njeri i cili dëgjon për te, vetëm se e do. Dhe nuk ka njeri i cili e takon atë njeri, vetëm se e do. Do thotë kjo është një shenjë madhështore. Sa për njerëzve dëshirojnë që të jenë famshëm. Sa për njerëzve shpenzojnë me miliarda që të njihen dhe të bëhen famshëm ose bëjnë vepra të cilët nuk janë njerëzore. Prej grave dhe po zhvishen apo në tërësi e shfaqin trupin e tyre për shka? Vetëm e vetëm t'i cekët emri i saj. Ose do thotë të bëhet e famshme apo i famshëm. E nëse dëshiron famë, shumë është lehtë, shumë është thjeshtë, duaj Allahut. Respektoj urdhat e Allahut.
Dhe nëse arrin gradën që Allahu don, atëherë ke për me pa do thotë që Allahu subhanahu si ka për me ngrit do thotë emrin tënd. Padyshim se kjo është begati prej begative të mëdha. Po ashtu shenjë tjetër është butësia. Kur Allahu subhanahu e don një rob, Allahu subhanahu do thotë i jep butësi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu kur e do thot një rob, kur i do thot antar të një familje, Allahu do thot në mesin e tyre fut butësi. Kjo do thot që mesin e kur e shef një familje, e shef se burri sillet mirë me gruan, gruaja sillet mirë me burrin. E shef se fëmijët e respektojnë prindrit, dhe prindi do thot është i butë me fëmijën e vet. Dhe e shef se respektohet prindi, gjyshi, gjithë antarët e familjes. Kjo do thot që Allahu ka zbrit bereqet në atë shtëpi. Dhe Allahu do thot i ka çup butësi, pse? Allahu e do familje. Për këtë arsye do thot edhe Allahu subhanahu do thot ka zbrit do thot mëshirë. E kur i sheh probleme në familje, prej ku po burroj kanë? Prej ku burrojnë probleme në familje? Prej ku? Nëse Allahu e do një familje dhe Allahu zbret tek ata mëshirë, atëherë ku qëndron problemi kur ka probleme në mesin e familjarëve? Nuk respektohet prindi, nuk respektohet gruaja, burri, fëmia nuk e respekton prindin. Ku është problemi? Ku qëndron? Te mëkatet, te gjunat, mos respektimi i ligjeve të Allahut. Për këtë arsye do thotë Allahu subhanahu thot e largon butësinë prej aty. Dhe kur e largon butësinë prej aty, atëherë Allahu subhanahu do thotë zbret ndëshkimi i tij. E për ndëshkimet e tij është padyshim se do thotë mos marrëveshja që e kanë mes vetë dhe problemet çka i kanë do thotë në familjen e tyre. Po ashtu thotë një prej shenjave të tjera çka aludon se Allahu e do robën e tij është kur përputhen, do thotë që ai person kur flet ose i zbaton urdhat, i zbaton sipas asaj çka e do Allahu subhanahu. Do thotë ti kur flet do thotë një fjalë e cila e do Allahu, është përposhmëri me atë çka e do Allahu subhanahu. Si shembull më të mirë, më thjesht ta thjeshtoj, ta marr mi rastin e Hudejbijës. Rastin kur pejgamberi sa do thotë nënshkruan një marrëveshje me mushrikët e Mekës. Pejgamberi sa pasi që nënshkruan do thotë marrëveshje me mushrikët e Mekës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë e bën një marrëveshje me ta. Mirë po Omeri radhiyallahu anhu e di me gjithë se mentaliteti i tij ka qenë që nuk e ka dosh do thotë tjetë do thotë ta ndjen musliman vetën të dopt karshiqerve. Sepse ka di që musliman janë krenar karshiqerve. Dhe ashtu është. Mirë bon këtë rast pejgamberi Allahu do thotë e ka vepruar një gjë e cila ka qenë përposhmëri me atë do thotë që e ka mësuar Allahu subhanahu. Dhe shkon Omeri tek pejgamberi sa. Dhe i thotë ja Rasulullah. Thotë a jemi në drejt? Dhe ata a janë në kod? I thotë pejgamberi Allahu po. E po thotë e pse thotë ne të lishojmë pej në këtë marrëveshje, sepse marrëveshja që e kanë bërë ata ka qenë kështu. Pejgamberi Allahut, nëse vjen një musliman prej Mekës, pejgamberi Allahut është i detyruar për me kthin Mekë. Nëse një musliman shkon prej Medinës në Mekë, mushrik nuk e kanë për detyrë që t'ia kthejnë pejgamberit Allahut atë musliman në Mekë, po e marrin atje burgosin. Edhe kështu ka qenë. Edhe Omeri nuk ka dosht Omeri ka dosht do thotë që të ketë marrëveshje do të ku musliman përfitojnë aty. Sidoqoftë, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, unë jam i dërguar i Allahut. Dhe Allahu është ndihmtari im dhe unë do thot nuk i bëj gjuna. E i thot Omeri i thot pejgamberit Allahut i thot, po ana thave se ne do të shkojmë do të bëjmë tavaf, që do të vimi do thot Mekën këtë vit. I thot pejgamberi Allahut, po. Mirë po thot nuk kam thonë që këtë vit. Kur do të vije koha, atëherë do të bëjmë tavaf. Mirë. Largohet Omeri, shkon te Ebu Bekri. Ebu Bekri ka qenë më larg. Edhe nuk e ka dëgjuar fare do thotë se shej ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe shon Omeri i thotë Ebu Bekrit, o Ebu Bekr. Thot, a jemi në drejt? Edhe mushrik janë kot? I thot po. E i thot po pse ne të lishojmë pej në këtë çështje? I thot Ebu Bekri njëjtë sikur se pejgamberi Allahut, njëjtë. I thot, ai është pejgamberi Allahut? Allahu është ndihmtari i tij dhe ai nuk i bën mëkat Allahut. E i thot Omeri, i thot po mirë. Ana tha që do të vimi këtë vit edhe do të shkojmë Mekë, tha po. Mirë po tha pejgamberi Allahut ka thonë që këtë vit nuk kam premtuar që ne do ta bëjmë tavafin. Njëjtët fjalë çka ja tha pejgamberi Allahut Omerit, njëjtët fjalë i ja tha Ebu Bekri Omerit radhiyallahu anhu. Do thot përpollshmërinë atë që e do Allahu prej fjalëve dhe dispozitave. E njëjta ka ndodhur me Omerin kur ka shpresuar që të ndalohet alkooli dhe zbrese hijabi. Do thot ajetet e hijabit.
Dhe po ashtu do thotë çështja e robërve të Bedrit, që e kanë zënë luftë. Këta e evlijat e Allahut. Evlijat që i donë Allah. Sa më shumë që rritet dashuria ndaj Allahut në zemrën tënde, aq më shumë Allah ka për me dashur. Sa më shumë që rritet dashuria ndaj Allahut në zemrën tënde, aq më shumë ke për me shtu adhurimet. Sa më shumë që largohet dashuria Allahut prej zemrës tënde, aq më shumë ke për me gjitë gjunahe. Prandaj gjuna prej ku po bëroj kanë? Për shkak mangësisë dashurisë të Allahut në zemrën tënde. Nëse dashuria Allahut në zemrën tënde është e madhe, nuk ka mundësi që ti mos shkosh edhe mos falesh. Nuk ka mundësi që ti do të thotë që i dop përse për këtë adhurim, asesi. Për shkak se ato adhurimet ose ti nuk i zbaton, nuk i kryen, dhe je i dop, dhe je dembel, dhe je përtas, kjo do të thotë se dashuria ndaj Allahut në zemrën tënde është e vogël. Pavarësisht se ti çfarë pretendon. Se ka mundësi ti me thonë se unë e dua Allahun shumë, dhe nuk ka njeri i cili e don Allahun më shumë se unë. Nuk ka njeri në tokë. Mirë, po realiteti dëshmon diçka tjetër. Realiteti dëshmon, domethënë se ti nuk je i tillë. Prandaj ka dallim të madh mes atij i cili adhuron Allahun për shkak frikës. Dhe dallimi i madh mes atij i cili adhuron Allahun do të thotë për shkak dashurisë që ka ndjen ndaj tij. Sepse ai njeri i cili e don Allahun, ai njeri nuk ka nevojë të thotë që ti folish atij apo ti thush diçka shkop ban edhe bani, jo. Ai njeri vetë ban, vetë zbaton, edhe shkon pas adhurimeve. Kurse ai njeri i cili adhuron Allahun për shkak frikës nga dëshkimi i Allahut, mirë, po jo që e do Allahun. Ai njeri do thotë ka mundësi që nesër ta praktikojë adhurimin. Dhe kjo jo që nuk lavdërohet, mirë, po nuk është në njëjtën pozitë sikur ai njeri i cili don Allahun. Sepse ai i cili don Allahun padyshim se ai vetë do të shkon pas adhurimeve dhe do të tenton që ta shon dashurinë ndaj Allahut, ashtu edhe më tepër. Edhe ai punon dhe vepron dhe shpreson xhenetin dhe ja ka frikë xhenemit të Allahut azza xhel. Prandaj të parton thonin, sa njeri i cili adhuron Allahun vetëm se me dashuri ai është zindik, ai i cili adhuron Allahun vetëm se me shpresë ai është murxhi, kurse ai i cili adhuron Allahun azza xhel vetëm se me frikë, ai është xhavarich. Do thotë që një njeri nëse ti del dhe i thua e do Allahun, dhe ai thotë që unë e dua Allahun, mirë, po në vepra nuk është askund, do thotë që ky njeri është zindik, është hipokrit pas xhelefit. Është rënacak. Kurse ai i cili thotë se unë e dua Allahun, mirë, por nuk i zbatoj urdhat e Allahut, sepse shpresoj që Allahu mua të më falë, ky njeri është murxhi. Sepse dashuria në te do të thotë në zemrën e tij nuk është reale, nuk është e vërtetë. Dhe ai i cili pretendon dashuri, mirë, po dashuri ku në te nuk ka madhërim, atëherë kjo dashuri është e vdekur. Kjo dashuri është e vdekur, sepse atë nuk e përcjellin veprat. Kurse dashuria e cila është në zemrën e besimtarit, dhe thotë se unë e dua Allahun dhe është reale dhe është e vërtetë, padyshim se ai dashuri do të reflekton gjymtyrët e tij dhe ka për më pa në jetën e tij me lenin Allahu xhel. Prandaj kur besimtari e don, besimtari shkon pas adhurimeve dhe nuk ka nevojë që ndokush shkot i thotë, "Ej, hajde falo ose ban diçka", jo. Ai vetë shkon, sepse ai shpreson ta takojë Allahun dhe e don Allahun dhe dëshiron që të shtohet dashuria ndaj Allahut edhe më tepër. Por dashuria ndaj Allahut është sikur se imani. Rritet dhe bie. Ne dimi gjithë se imani sipas Ehlusunetit rritet për shkak veprave të mira dhe bie për shkak gjunave. Edhe dashuria ndaj Allahut është e njëjtë. Sa më shumë që bën vepra të mira, aq më shumë shtohet dashuria ndaj Allahut. Jo se ke arrit për sosmorin kulmi, jo. Kjo do thotë që dashuria ndaj Allahut në zemrën tënde ekziston derisa ti i kryen ato urdhra. Aq sa shumë kryen, aq do të rritet. Sa më shumë që i le edhe shkon pas gjunave, aq më shumë bie do të dashuria ndaj Allahut. E kur bie, kjo nuk do thotë që ti nuk e don Allahun, asesi. Gjunaçari ne nuk themi se Allahu nuk e do. Ne nuk themi se gjunaçari Allahun nuk e do. Ne themi se gjunaçari Allahun e do, aq sipas veprave të mira që i bën. Kurse ai i cili adhuron Allahun dhe i hiq gjunave, ne themi se ai e don Allahun sipas veprave që i bën ai njeri. Argument për këtë më mirë është rasti kur e punon tek pejgamberi ose një njeri i cili ka qenë alkoliçar dhe njeri i dehur. Dhe pejgamberi ose merr do thotë ndëshkoi atë njeri. Mirë, po këtë rast kur e punon tek pejgamberi Allahut, njëri prej sahabëve e mallkoi atë njeri dhe i tha Allahut mallkoft. Pra e mallkoi dhe pasi që e mallkoi, atëherë i tha pejgamberi Allahut, tha mos e mallko. Tha mos e mallko. Sepse ky njeri e do Allahun dhe e do pejgamberin e tij. Do thotë që dashuria ndaj Allahut dhe pejgamberit ka qenë prezente në zemrën e tij. Dhe mëkatet kjo nuk do thotë që e largojnë
dashurin ndaj Allahut krejtësisht jo, se nëse largohet dashuria ndaj Allahut krejtësisht, atëherë ai njeri ka rënë kufër dhe ka dalë prej fesë Allahut azza xal. E tek besimtari dashuria është prezente sipas veprave të cilat ai bën. Andaj nëse dëshiron për me të ushtu dashuria ndaj Allahut, pa që të duhesh të kapesh për fenë Allahut. Sepse nëse kapesh për fenë Allahut, atëherë shtohet dashuria ndaj Allahut. Kur shtohet dashuria ndaj Allahut, atëherë edhe ti i shton veprat e tua, dhe pasi që i shton ti veprat e tua, edhe Allahu e shton dashurinë e tij ndaj teje. E kur e shton Allahu dashurinë ndaj teje, atëherë kjo do të thotë që ti do të jesh nën mëshirën e Allahut azza xal. E ai i cili është nën mëshirën e Allahut azza xal, ai njeri do të jetë i mbrojtur dhe feja e tij do të jetë e ruajtur, dhe ai njeri do të jetë stabil në këtë dunjë dhe do ta shpreson xhenetin e Allahut. E nëse është e kundërta, ai njeri është në rrezik, është në rrezik që Islami i tij do thotë të largohet prej zemrës së tij. Prandaj kur besimtari e di se dashuria ndaj Allahut qen ka e madhe, dhe kur Allah do robën e tij qen ka diçka e veçantë, atëherë çfarë duhet që të bën robi? Robi duhet që të tenton që të shkon pas veprave të cilat ja mundsojnë që ta përfiton dashurinë e Allahut, apo? Dhe pasi që robi do të tenton që të arrijë atë, atëherë duhet që ta di se cilat janë ato. E prej veprave që ja mundsojnë robit që të afrohet tek Allahu subhanahu wa taala është një përmendje e Allahut. Sa më shumë që ti e përmend Zotin tan, aq më tepër do të shtohet dashuria ndaj Allahut. Të përmendurit e Allahut ta shton imanin, të përmendurit e Allahut ti lën gjuna, të përmendurit e Allahut ti rrit gradat, të përmendurit e Allahut ta forcon shpirtin, ta forcon trupin, të përmendurit e Allahut ta afron edhe më tepër tek Allahu, të përmendurit e Allahut ti shton të mirat e tua në dunjë dhe në ahiret. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur një njeri dhe i tha ja Rasulullah, po e kam problem se jeta më ka vështirësu dhe nuk po kam mundësi që të zbatoj, që të bëj namaze edhe adhurime qera vullnetare. Çfarë të bëj? Si ti arrij ata qerta që kanë kohë për adhurime? Tha pejgamberi Allahut, tha mos e le gjuhën tënde që të thahet nga të përmendurit e Allahut. Do thotë në vazhdimsi, thuaj subhanallah, thuaj elhamdulillah, thuaj Allahu akbar, fal namaz, lezo Kur'an. Gjitha këto janë prej dhikrit. Gjitha këto janë prej dhikrit. E sa më shumë që i bën këto, aq më tepër do të shoh dashuria ndaj Allahut azza xal. Në kohën e para Islamit, kur e ka dash ndokush ndokën, kur e ka dash ndokush ndokën, kanë shkuar e kanë cek në momentet më të vështira. Do thotë që i dashuri i tij kur është cek në momentet më të vështira, po. Cekat për një poet arab, Antarat ibn Shaddad, e ka dash një grua tepër. Dhe ka qenë traditë e tyre kur e ka dash një burr një grua në periudhën në kohën më të vështirë, do thotë në periudhën në betejë, në luftë, kur është më së rëndi, më vështirë, ja ka cek do thotë dashurinë që e ka ndjej do thotë ndaj asaj. E ky poet e ka marrë ka shkruar një poezi, është e gjatë. Mirë po ndërto thotë wala kat dhakartuki warrimahu nawahilu minni, thotë unë thotë po të përmendi, thotë mori kujtove tash në betejë, dhe shigjeta thotë po vin ka une, dhe ato thotë po hin thotë në trupin tim, dhe po ma largoj thotë mishin nga trupi im, thotë wabidul hindu tekturu min demi, thotë dhe shpatat të cilat janë prodhuar në indi, thotë po ma gjakosin trupin tim, fevadet tu tekbile sujufi li enneha, leme atë kebariki te gereki, el mutebessimi, thotë dhe dëshiroja taputi thotë shpatën, e cila tha shkëlqente, si kurse buzët e tua kur shkëlqenin, atëherë kur u pësqeshishte. Do thotë poezi dashurie, i shprehit dashurin që e ndjente ndaj saj. Dhe ja shkruaj këtë poezi dhe e bëj me dije, se une du, dhe atë shumë du, derisa më kujtohesh kur, edhe në momentet më të vështira. Momenti kur është njeriu në betejë, a ka mundësi më të kujto gruaja? Do kush jo, besimtarit kush i kujtohet në atë moment? Allahu subhanahu wa taala. Pse? Dhe Allahu thotë dhe na porosit ja ju alladhina amanu. Thot idha laqitum fiatan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Thot o ju besimtar, thot kur dini thot në betejë, thot përmendni Allahun shumë kur e takoni armikun e juaj, thot sepse kjo thot do t'ju shpëton dhe do t'ju përqendron. Pra besimtari kur është momentin më vështirë kanë e përmend të dashurin e vet apo e kush është më i dashur për të zemrën e tij? Tek besimtari është Allahu subhanahu wa taala. Tek ata në periudhën para Islamit ka qenë gruaja, ka qenë ajo që e kanë gjë. Mirë po, Islami na ka bë me dije se dashuria ndaj Allahut është më e madhja. Dhe në ato momente kush kujtohet Allahu subhanahu wa taala? Edhe pse neve shpesh ta ndodh me thon oj non, apo çon menjat e nona. Mirë po nuk lejo do thot me thonën në ato momente, do thot kur jeti dikun do thot larg dhe me thon oj non, kjo i bë sikur se më kërkon ndim prej saj.
Do thotë kur personi nuk është prezant aty qëllimin e kam. Edhe kjo padyshim do thotë, kjo është do thotë neve na ka me si ves, mirë po duhet që të largohet. Dhe me kërkon ndihmë prej kujt vetëm se prej Allahut azza wa jall. E Allah i porositi besimtar. Kur dini than luftë, kur dini than betejë, dhe kur dini tha para armikut, armikun e keni para, përmendni Allahun shumë. Pse? Sepse kjo do të bie sebeb që Allahu të ruaj dhe të përforcon dhe të përqendron. E të përmendurit të Allahut të afron do thotë ka Allahu azza wa jall. Kjo do thotë shumë me rëndësi që besimtari ta kupton se të përmendurit të Allahut, thënia jote subhanallahu walhamdulillah wastaghfirullah ve gjitha këto përmendin edhe do thotë ta shtojnë dashurinë tek Allahu azza wa jall. Ta cekë një rast me Ahmed ibn Hanbalin rahimullah, rast shumë interesant. Ceka për Ahmed ibn Hanbalin si një natë prej natëve do thotë dol prej shtëpisë së tij dhe dëshiroi që shkon deri me një vend me një destinacion me një fshat. Dhe ndërkohë ndalet me një vend, kur ndalet atje nuk e njihte askënd dhe shkon në xhami që të flije. Erë shëptori xhamis dhe i tha dush me largu pe xhamie pa çetër me dal prej këtu, sepse nuk lejohet me flet. Ai nuk e njihte kush është Imam Ahmedi. Dhe shikoni modestinë e Imam Ahmedit, nuk i tregoi se kush është. Mi pason se jam Imam Ahmedi, atëherë nuk kishte mundësi që me largu prej aty. Edhe merr Imam Ahmedi del, largohet del jashtë, edhe del do thotë te pragu i xhamis. Edhe i thotë largo prej aty, thotë mos rri. Edhe largohet Imam Ahmedi s'kishte ku më shkuftoft. Edhe përballë xhamis ka qenë një shitore bukpjeks. Edhe në atë periudhë thotë natën ka ardhur me përgatit bukën për me bë gati për nesër për me pjek për mëngjes. Edhe kur e shef një plak i thotë eja thotë këtu, mos rri thotë, aty se ftoft. Edhe Imam Ahmedi ulet aty dhe rri dhe e shef atë njerëz i cili do thotë përgatitë bukën dhe çdo e thonte astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Thotë Imam Ahmedi thotë prej kur thotë ti tha kështu vepron? Tha unë thotë për një kohë gjatë tha vazhdimisht thonë astaghfirullah, astaghfirullah. E i tha Imam Ahmedi tha Allahu tha a dha diçka që ti në vazhdimsi po kërkon falje prej Allahut? Bukpjeksi i tha se çdo lutje që e kam pas, çdo dëshirë që e kam pas, Allah më ka realizuar. Çdo lutje, përveç se një. E i tha cila është ajo? Ta kam kërku prej Allahut tha të takoj Imam Ahmedin deri tash e kam takuar. E i thot Imam Ahmedi thot Allahu tha ta mundsoj atë edhe Allahu mpruni se ti, edhe pse nuk njofte as nuk edhe nuk e njofte askënd, Allahu mpruni do taj. Kjo ka qenë rezultat i istighfarit atij. Pra të përmendurit Allahut qep shumë. Mirë pa ko kush e përmend Allahun azza wa jalla. Po ashtu vepër tjetër e cila të afron tek Allahu është do thotë tentimi që të arrish tek ajo çka e do i dashurion, do thotë i dashurion është Allahu azza wa jalla. Dhe Allahu do diçka. E kur Allahu do diçka, atëherë kjo do thotë që nëse ti shkon pas asaj, Allahu do të don. Nëse Allahu e do një vepër, ti shkon pas asaj, Allahu do thotë do të don. Nëse Allahu e do një adhurim dhe ti shkon pas asaj, Allahu do të don. Kur ti e do dikën, gruan, fëmin, vjen djali thot, babo thot një çokoladë pedu prej te, prej këtu, me shku me një shitore. Shitore i ka 10 km larg. Për dashuri shka janë gjenë ndaj evladit tanë, shka ban shkon një ablen 10 km larg. Apo? Nëse nuk ka aty shkon edhe tjera. Pse për asyje se e do? E kur Allahu e do një gjë, edhe nëse ti shkon pasaj, Allahu pa dyshim se ka për me dash me lejnë Allahu xhel. E sa më shumë që tenton që ti arrish gjërat që i do Allahu xhel, aq më tepër do të thonë do ty Allahu xhel. Po është vetmimi me Allahun azza wa jall. Të vetmuarit tanë me Allahun azza wa jall. Ta shton dashurinë ndaj Allahut azza wa jall. Nëse vetmohesh ti me Zotin tanë, sidomos pjesën e tretë natës, kur njerëzit flinë ti ngritesh edhe falesh. Edhe atëherë kur momenti është më i qetë, situata është do thotë e tillë ku qert flinë ti e vet. Ti dhe Zoti jot. Askush tjetër. Nuk e di askush e ngrit. Nuk e di askush e ti i lutesh Zotin tanë. Dhe i lutesh Allahut do të jenë me porolsi. Dhe i lutesh Allahut me bindje të plotë se Allah do t'i plotëson lutjet e tua. Dhe vetmosh me te, a ka mundësi që dashuria mos shton ndaj ti? Asesi. A ka mundësi që dashuria ndaj Allahut azza wa jalla atë momente mos shtohet? Asesi. Sepse ti e ndjen veten tënde, e ndjen se ndryshe diçka në zemrën tënde. Kur i bie sejdë pjesën e tretë natës dhe lutesh Allahut azza wa jalla në sejdë, dallon prej asoj lutje dhe aty namazi që e bën gjatë ditës. Sepse gjatë ditës me njerëzi, me preokupime, me stres, me probleme dunjos, ndryshon, natën je vetë je qetë. E kur e do vetmin me Zotin tanë,
atëherë padyshim se do të shtohet dashuria ndaj Allahut azza wa jall. E kushdo që Allah për me dosht, let vetmot sa më tepër me Zotin e vet. A e keni pa kur e do dikush dëken? Çka bën? E thret në telefon shpesh. Fol me ta shpesh, e dëshiron takimin me të. Shkon edhe viziton shtëpi, edhe nëse do thot shtëpia e tij është me kilometra larg. Edhe gjithë ai bën sepse atë don. Dhe dëshiron që me të flet, dhe dëshiron që të tregon problemet. Çka i ka, çka i bregot, gjitha, pse? Sepse me atë qetësohet, me atë ratohet. E nëse ti do që të flasish me Zotin tanë, nëse ti do me fol me Zotin tanë, dhe për më lut Zotin tanë, a ka mundësi që të ndodhe kjo? Padyshim se po. Si ka mundësi? Thot pejgamberi Allahut, ka një hadith. Thot pejgamberi Allahut ose kush do që të folë me Zotin e tij, thot let lexon Kur'an. Kush do për me fol me Zotin e tij let lexon Kur'an. Kush do për me fol me Zotin e tij let lexon Kur'an. Kur'ani të se ne neglizhojmë dhe nuk e mësojmë dhe nuk e lexojmë. Edhe pse i ka 28 shkronja, dhe është shumë i lehtë. Shumë është i lehtë. Kur është në pyetje çështja e dunjos ne mësojmë gjuhë të cilat ndoshta janë më të vështira në dunjë. Nuk e kemi problem për dunjë dhe themi se qenë ka shumë e lehtë për me mësu. Kur është në pyetje viza për me marr dhe për me shkuën dikon për dunjë, gjitha gjuhët atyre shteteve janë të lehta. Kur është në pyetje viza jote për në xhenet. Dhe të foli tanë me Allahun azza wa jall. Dhe qetësimi i shpirtit tanë, dhe mësimi i Kur'anit, leximi i Kur'anit, alfabetit, gjuhës arabe drugot shumë i rëndë. Edhe pse në fakt i ka 28 shkronja, edhe shumë i lehtë që të mësohet. Andaj ai i cili dëshiron që të flasë me Zotin e tij, le ta mëson Kur'anin. Ai i cili dëshiron që të shtohet imani i tij, let vetmot me Zotin e tij. Ai i cili dëshiron që të shtohet bindja ndaj Zotit të tij, let i lutet atij. Se kështu me lenë Allahut ka për më arrit të gjitha në dunjë dhe poshtë do të arrin kënaqësinë e Allahut e cila më vonë do të jetë shpëtimtare për të dunjën dhe në ahiret. Poshtë vepër tjetër e cila ndikon që besimtarit të shtohet dashuria ndaj Allahut është ulja e shikimit kur ai qëndron para të dashurit të tij, si frikë respekt, si respekt ndaj tij. Do thotë, ti kur shkon me taku drejtorin ose kryetarin e shtetit, veshësh bukur edhe kur shkon atje, shikimin tan ka e ma. A e man kaj apo man ka toka? E man toka, po. Edhe i ul sytë tu edhe nuk e shikon, do thotë ai direkt në sy. Sepse ka mos i që të preket ai. Edhe thotë mos më shiko. E ti kur del para Allahut azza wa jall, si del para Zotit tan? Ne kur falmu ku shikojmë? Ku? Në tokë apo në sejdë, apo në qiell lart. Ka për njerëz ku shikojnë lart apo në qiell dhe shikojnë xhamit. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot se kam frikë ai njeri i cili e ngrit shikimin e tij ka qielli. Thot në namaz që Allah subhanahu wa taala është ndërroi kokën e tij në kokë gomari. Me këtë na bën me dije pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se shikimi besimtarit duhet që ta ketë poshtë. Pse? Sepse Allah subhanahu wa taala është lart. Kjo është argument që Allah është lart. Dhe pasi që Allah është lart, dhe ti qëndron para tij, do thotë që shikimin tan e ul. Pse e ul? Për shkak respektit që e ke ndaj Allahut azza wa jall. Respekt për të dashurin tan. Dhe kur e ul shikimin, dhe e rikujton se je para Allahut, kjo do thotë që dashuria ndaj Allahut ta shton. Edhe me të do thotë afrohesh më tepër ka Allahu azza wa jall. Po ashtu dashuria ndaj shtëpisë së tij, ne dimi gjithë se shtëpitë e Allahut janë xhamit. Mirë, po Allah e ka veçuar një vend, e ka veçuar një xhami. E ka veçuar do thotë kan çapën, shtëpinë e tij dhe ka thonë se kjo është shtëpia ime. E pasi që ajo shtëpia im, shtëpia e Allahut azza wa jall. A ka njeri i cili nuk dëshiron që të shkon ta viziton shtëpinë e Allahut? A ka njeri? Nuk ka njeri musliman i cili thotë vetes musliman që nuk dëshiron për me shku me vizitu Allahun dhe me vizitu shtëpinë e Allahut. E kur njeriu e do Allahun, atëherë shkon e viziton shtëpinë e tij. Dhe kur shkon e viziton shtëpinë e tij, do thotë qëllimi i tij është që të takohet me Zotin e tij. Dhe për kënë e bën për hit Allahut azza wa jall. Prandaj besimtari duhet që të mundohet që të shkon ta viziton shtëpinë e Allahut azza wa jall. Nëse Allahu ja mundson që të ketë pasuri që të shkojë në hax, e ka për detyrë që të shkojë në hax. Nëse nuk ka mundësi, atëherë kur që mundsoj Allah. Mirë, po nëse ka mundësi dhe nuk shon, da Allahu ja merr shpirtin, atëherë është pikë pyetje se a lejohet që të shkojë bedel për të ndokush, pasi që Allahu ja mori shpirtin dhe pati mundësi që të shkojë në hax dhe nuk shkoi. Ibn Qayyim thotë, sa njëri i cili vdes dhe ka pas mundësi për me shku në hax dhe nuk shkon në hax, para atë njeri nuk shkohet bedel. Para atë njeri nuk shkohet bedel pas vdekjes së tij. Prandaj jona mbetet që ne ta shfrytëzojmë çdo moment
Kur Allah neve na mundson që të kemi pasuri, që të shkojmë ta vizitojmë shtëpinë e Allahut. Nuk është kush do thotë që shtëpia e Allahut vizitohet pleqëri. Kur atëherë nuk ke mundësi për me dot prej hotelit me shku me fal një namaz xhami. Nuk ka kusht. Kur plotëson kushtet, atëherë duhesh për me shkuar. E jo për me lënë për presi, se askush nuk garanton se ti ke për me gjallë deri atëherë me lenin Allah. Prandaj ai njeriu i cili don Allahun, e do ta takon edhe shtëpinë e Allahut azhujal. Po ashtu prej veprave e cila e afron dhe me këtë e përfundoj tek Allahu azhujal është domethënë flejimi i shpirtit të tij për hir të dashurit të tij dhe ta kënaqësit të dashurit të tij. Kur njeriu e don e ka një të dashur, për të do thot punon, për të do thot bën gjëra, të se nuk i bën për dikë tjetër. E gjithas kur ti e do Zotin tan, atëherë çfarë bën? E flijon pasurinë tënde, e flijon trupin tan, e flijon shpirtin tan. Për kan, për të dashurin tan. E sahabët radhiyallahu anhum shumë mirë e patën kuptuar këtë mesazh. Sepse e kanë kuptuar shumë mirë se kur e do Allahun, duhesh me fliju gjitha që i ke, për kan, për Allahun azza wa jall. E nëse nuk e flijon, kjo do thotë që dashuria jote ndaj Allahut është e mangë. Sa më shumë që flijon, aq më tepër do thotë që ke ti dashuri ndaj Allahut në zemrën tënde. Sa më pak që ti flijon dhe bësh koprac, kjo do thotë që në zemrën tënde ke mangësi dhe ke dobësi dhe ende nuk e ke kuptuar realitetin e dashurisë ndaj Allahut. Apo ndoshta edhe dashuria ndaj Allahut nuk ekziston në zemrën tënde. Kjo është më e rrezikshme. Prandaj besimtari duhet të kupton se i vlen që të punohet, i vlen që të veprohet me qëllim që të arrijë dashuria ndaj Allahut, sepse ai njeriu i cili arrin dashurinë e Allahut azza wa jall, ai njeriu është prej evlijave të Allahut azza wa jall. Men adali waliyan faqad adantu bil harb. Ai i cili ma lufton një veli timin, unë i kam shpall luftë atij. E kur Allahu do thot i shpall luftë para mendoni se sa e do robën e tij. Dhe nuk afrohet me diçka robi tek Allahu më më të mirë se sa me realizimin e farzave që ka detyruar Allahu. E nëse robi edhe më tepër i afrohet Zotit të tij, atëherë Allahu edhe më tepër do të afrohet ka ai dhe do t'ia plotëson gjitha nevojat dhe dëshirat e tij dhe Allahu do ta ruan nga çdo gjë e cila e dëmton atë në dunjë dhe në ahiret. E lutë Allahun azza wa jall që ta bën prej atyre të cilët Allahu azza wa jall i do. Dhe lutë Allahun që dashurinë ndaj Allahut të na shton. E lutë Allahun azza wa jall që Allahu dashurinë ndaj tij të na shton dhe e lutë Allahun që imanin të na shton. Dhe e lutë Allahun që nga mëkatet të na pastron dhe e lutë Allahun azza wa jall që çdo musliman edhe muslimane Allahu të mëshiron. Wa kullu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.